Si që thamë, do lidhemi me një djalë të ri, me një njeri shumë të apasionuar pas librave. Ai ushtronte profesionin e profesorit këtu në Maqedoni, por nuk e di pse ju dash që të lërë vendin. Fillimisht unë Tefik Durmishit do t'i uroj festën e Bajramit. Përshëndetje Tefik dhe urime festën. Përshëndetje edhe për ju, Xhamazie, një herë që dhe ishtë profesoresha ime. Ju uroj edhe juve festën e fitër Bajramit. Besoj që stafit tuaj e gjithë besimtarëve musliman. Besoj që atmosfera e Ramazanit është ndjerë edhe atje, besoj. Ju jeni tashmë shumë shqiptar në zonën ku banoni. Në cilën pjesë të Gjermanisë ndodheni? Po sigurisht edhe këndej pa tjetër se ky muaj është i veçantë për ne dhe e respektojmë aq sa mundemi, nga se të gjithë e dim se kemi ardhur për qëllime të ndryshme këndej pune. Dhe thuaj se të gjithë kemi të zënë për punë, por nuk është as pak pengesë edhe Ramazani. Unë banoj aktualisht në një zonë të quajtur Singen, një lloj qyteze t'i themi, me që ka një qytet më të madh sipër tij që është Konstanci. Është një qytet tepër atraktiv turistik, një herë edhe kufitar me Zvicrën. Përndryshe, ne kemi pas një koleg tëndin këtu, i cili jepte gjuhë shqipe në Veles, nga vendi nga i cili vjen edhe ti, por kësaj radhe ti duhet të migrosh. Më thuaj arsyet që të kanë çuar të shkosh në Gjermani dhe të lësh punën e mosimdhënies. Atëherë, në lidhje me këtë temë, është hera e parë që do duhet të prononcohem, me qëtërime tani s'më është dhënë rasti që të flasë, cilat janë arsyet e ikjes time apo lënjes time të mosimdhënies, në arsimin fillor, një herë edhe në atë akademik, sepse kontribuova pothuajse 6-7 vite në shkollën fillore ku unë banoja në fshatin Javullçisht, komuna e Çashkës, rrethina e Velesit, dhe një herë edhe 2 vitet e plota pothuajse si asistent i praktikumit të gjuhës shqipe në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Arsyet pse jam larguar, do thoja si gjithë të tjerët jo, me që unë isha në rregull, isha mirë me punë dhe me të gjitha ashtu siç e ka hije një banorit e Maqedonisë, nga se isha jo vetëm vetë, po isha dhe t'i dyti i punësuar, por edhe në sa momente që duhet të lësh diçka anësh, se të nisish një fillim të ri. Dhe arsye me thënë të drejtën nuk kam për çfarë kam lënë, thjesht si gjithë të tjerët mund ta themi përsëri prapë, kinse për një jetë më të mirë. Kinse, ama. Por gjithmonë fillimet janë të vështira. Ashtu si që kisha fillimin e vështirë në fillore, sepse në vit të parë të punësimit tim nuk isha me lëndën përgjegjëse për të cilën unë kisha studiuar dhe kisha diplomuar. Por jepja lëndën e frëngjishtës, dhe ishte një fillim i vështirë. Tani ky fillim i këndej në Gjermani po më kujton të njëjtën situatë të atyre para 8 viteve, sepse edhe këtu për mua është një sfidë, diçka që nuk e kisha menduar ndonjëherë. Sepse aktualisht unë jam në sektorin e gastronomisë, punoj në gastronomi, prej një mosimdhënësi përfundon në gastronomi. Tefik, doja që të ishe i sinqert deri në fund dhe të më thuash se duhet të jetë një arsye shumë e madhe që të lësh familjen tënde, sepse ti fatkeqësisht për momentin nuk je me familje atje. Duhet të jetë një sakrificë e madhe, siç e the, ja nisësh një profesioni prej fillimi, të largohesh nga familja, të mësosh një gjuhë krejtësisht të huaj, të mësosh zakonet e atij vendi ku ke shkuar. Edhe njerë po të pyes për arsyen e vërtet. Po shikoni, arsyeja e vërtet, që them të drejtën, ishte se doja diçka të ndryshoj punë. Të ndryshoj punë dhe në momentin që unë bëja ca kërkesa dhe ca lutje për ndryshuar punë, zakonisht siç ndodh dhe tani hasin në vesh të shturve. Do të thënë ti ke kërkuar që t'japësh gjuhë shqipe dhe nuk ta kanë mundësuar këtë, apo jo? Jo, kjo ishte diçka e arritshme në vitin e dytë të punësimit tim. Por doja që ta ndroj krejtësisht
nga sektori i arsimit të kaloj në një sektor tjetër. Si për shembull kam aplikuar të përkthim dhe lektorim në qeveri, por nuk u pranova shkaku se nuk kisha njerëz të mirë. E po këtu qëndron pra, ajo e vërtet atë të cilën ti... Aplikova në sa vendet të tjera po ashtu në rajonin e Shkupit, vetëm e vetëm për një arsye që t'jem më afër universiteteve dhe të mund t'i mbaj dy punë, sepse e kisha shumë të vështirë. Unë isha i punësuar 5 ditë të javës në shkollë fillore dhe më duaj brenda atyre 5 diteve të bëj një termin apo të bëj një ditë të veçantë për studenta që të takohemi një pasdite në Universitetin e Tetovës dhe të shkoj të mbaj ligjeratat. Ishte paksa e parishme dhe pa mundshme për mua. Atëherë me sa kuptoj, rrogat e ulta në arsim, statusi yti pas zgjidhur në universitet, këto janë vështërsitë tua të cilat ka shumë vështërsi, po megjithatë më pëlqen optimizmi yt që nuk i thua gjërat. Sidoqoftë, të kthehemi te festa, çfarë atmosfere mbizotron atje në festa në përgjithësi, qofshin këto fetare, qofshin këto kombëtare, qoftë kjo dhe festa që sapo kishim Fitër Bajrami? Që them të drejtën, këtu gjatë këtij muaji nuk është se kam ndjerë ndonjë atraksion apo ndonjë të veçantë për njerëzve shqiptar musliman të cilët banojnë këtë rrethin, në këtë vend. Nga se secili me ato nevojat e veta dhe me hallet e veta dhe nuk dinë se çfarë rëndësie ka, se njerëzit kanë nevojë këtu për shumë gjëra të thuhen. Zakonisht njerëzit e këtyre vendeve apo njerëzit që kanë migruar për një jetë më të mirë, synime kanë të ardhmen materiale, me sa e shohim me që nuk kam një kohë shumë të gjatë që jam gati që 2 vjet tani, ky është Bajrami i dytë për mua që jam larg familjes, por gjërat mund të konstatohen dhe mund të shihen për një periudhë të shkurtër se si rrjedhin brenda atij vendi apo brenda asaj shoqërie ku jeton. Fatkeqësisht në vendin ku je ti, unë kam 2 vëllezër, fatkeqësisht dhe më duhet, kurse në shtetin ku je ti, kam dhe motrën po ashtu, dhe më vjen shumë keq kur më thonë se kur zbret rrugëve flet shqip sepse ka shumë shqiptar atje, zbret në lojtore dhe gjithë fëmijët flasin shqip e kështu me radhë. Kjo fatkeqësisht për ne, po për juve nuk e di si është. Është shumë e vërtetë kjo. Ashtu siç ta kanë kuptuar vëllezërit, njëri të miqtë e mi, kudo që të shkosh, do hasësh një shqiptar, të paktën në çdo vend pune këndej, në çdo fabrikë, në çdo institucion, në çdo ku ta di unë. Mirë po, një herët ishim duke biseduar me ca njerëz të cilët kishin nga 30 vite apo më tepër që banonin në këtë zonë dhe shova si çështje ju tregova profesionin dhe u tregova se kam motiv për të punuar me fëmijët tuaj, se shto një numër të konsiderueshëm fëmijë shqiptar këndej që ndjekin shkollimin fillor në për shkollat e gjuhës gjermane. Dhe u interesova rastësisht, mos ndoshta janë të interesuar prindërit që kenë një farë vendi apo një farë lokacioni ku mund të ndjekin edhe gjuhën anëtare, fëmijët e tyre dhe këtë u ofrova falas. Por më besoni se nuk ka asnjë farë interesi. Më besoni profesoresh. Nuk ka asnjë lloj interesi dhe këtë jam i gatshëm që ta bëj para dhe mbas orarit tim të punës aty ku jam, kurdo që ato të thonë dhe kurdo që ato të jenë të gatshëm për një gjë të tillë, unë jam i gatshëm dyfish. Të falenderojmë shumë, do me thënë misionin do ta vazhdosh edhe atje, pavarësisht që ne presim që ti të na kthesh shpejt këtu. Faleminderit shumë Tefik për kohën që ndave. Faleminderit shumë edhe juve për respektin. Mund të përshëndesësh dhe familjen tënde për fund. I përshëndes ato nga se më mungoj shumë për derisa të vijë momenti që të bashkohemi. E ke një fëmijë apo 2? I kam 2 fëmijë. Si kanë emrat? Etnik dhe Erlis. Etnikun dhe Erlisin i përshëndesim shumë dhe po ashtu zonjën tuaj. Faleminderit shumë Tefik. Po ashtu i përshëndes. Faleminderit, gjithë të mirat.